sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, vëllezër dhe motra, të gjithë ju që po na ndiqni përmes ekraneve të juaja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutë Allahun e madhnuar që t'i bën tubimet tona të bekuara, të dobishme për neve dhe gjithashtu lutë Allahun e madhnuar që na i falë mëkatet tona dhe të na ruan nga çdo e keqe. Ne jemi duke folur për një temë e cila është shumë e gjerë, përfshin në veten e saj padyshim njësi të ndryshme, të lloj-llojshme, të cilat padyshim kanë të bëjnë me jetën tonë, kanë të bëjnë me kuptimet tona, kanë të bëjnë edhe me keqkuptimet tona e kështu me radhë. Çka thot feja, kemi përzgjedhur që të flasim në këtë emision në lidhje me shumë gjëra, sikur e kam përmendur, qofshin ato kuptime, qofshin ato ndoshta edhe rregulla, çka do qofshin që kanë ndikim në jetën tonë apo kanë pikpyetje për neve, të dim sa thua vallë, çka thot feja për këtë çështje? Apo çka thot feja për atë çështje? Çka thot feja për këtë veprim e kështu me radhë? Dhe kemi thënë kur themi çka thot feja, kemi për qëllim çka thot Allahu dhe çfarë thot i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Do thot çka thot Kurani. Në qoftë se dëshirojmë në Kur'an ta kërkojmë, për shembull, ndonjë informacion që na duhet, çfarë mund të gjejmë? Kjo është për qëllim. Duke pas parasysh se fesi janë ngjitur shumë gjëra që nuk janë të saj. Duke pas parasysh se në emër të fesë flitet shpesh, por nga zëdhënës të pa autorizuar që të flasin në emër të fesë, duhet që në gjithmonë të flasim për atë se çfarë thot feja. Do të thotë duke u munduar që të demaskojmë nga njëra anë ata që janë të pa autorizuar të nxjerrin qëndrime fetare, të flasin në emër të fesë, të cilët në vazhdimsi tentojnë që duke prezantuar një informatë të gabuar për fen, ta prezantojnë në njëjtën kohë edhe një imazh jo të mirë për Islamin. Dhe në anën tjetër, dëshirojmë që njerëzit mos të lëmë në udhkryq të pa orientuar, që njerëzit me të vërtetë të informohen, të orientohen, pastaj u mbetet atyre a do të përzgjedhin këtë orientim apo atë, kjo çështje tjetër. Dietarët, hoxhallarët e kanë këtë obligim që njerëzit të informojnë drejt, të sqarojnë çështjet e fesë. Dhe gjithmonë të rrinë të gatshëm dhe në prit atyre që mundohen të përhapin atë që nuk i takon fesë. Dhe kështu kanë vepruar vazhdimisht hoxhallarët dhe kanë punuar në këtë drejtim. Dhe duhet të vazhdojnë edhe më tepër dhe më guximshëm në këtë drejtim. Njërin e kishin zënë më herët në kohët e hershme se po trillonte hadithe në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po trillonte hadithe në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kishin zënë. Kishte shpifur Zoti e din sa hadithe. Kur e kanë zënë, e kanë pyetur Abdullah ibn Mubarekun. I thanë, gjitha këto hadithe të shpifura në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si mund të ruani sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Si mund të identifikoni këta njerëz? Që t'i pengani, t'i kapni për dorë, që mos të futin në fenë e Zotit atë që nuk është prej saj. Abdullah ibn Mubareku tha, yaishu laha al-jahabidha. Tha, jetojnë për këtë punë njerëzit e mëdhaj, njerëzit e autorizuar, të shkolluar, të thirrur që të flasin në emër të fesë, nuk kanë tjetër punë, ata për këtë jetojnë. Që ta ruajmë fenë të pastër, ta ruajmë që mos flet, mos të përzihet në këtë mejdan ai që nuk i takon. Prandaj jemi të interesuar që ajo që në emër të Islamit prezantohet të jetë e Islamit,
por jo që në emër të Islamit të prezantohet ajo që nuk është prej tij, pastaj të ndikon që njerëzit pastaj të irritohen, njerëzit pastaj të kanë një farë lloj alergjie kur bie fjala për Islamin. Prandaj, qoftë në kuptimin e disa mendimeve që thirrën në një formatizim të Islamit, në një lloj adaptimi të Islamit me rrethanat dhe kohën, po qoftë ata që dëshirojnë në mënyrë të dhunshme ta imponojnë mendimin e tyre. Gjithsa shkaktojnë që njerëzit mos të kenë një pasyrim të mirë për Islamin. Sa njerëz sot për shembull mund të kenë frikë që djali i tyre të bëhet musliman, që vajza e tyre të bëhet musliman. Pse kanë këtë frikë? Pse nga është kjo frikë? Nga se kanë parë djem të ri duke u mbushur me fatkeqësisht me eksploziv ose me veprime të ndryshme duke vrarë njerëz atje, kanë parë gjak, kanë frikë se mund të bëhet biri, mund të bëhet kështu. Duke menduar se kështu thot feja. Jo, kështu nuk thot feja. Kjo është padrejti që bëhet Islamit. Ka si Islami nuk thret këtë terrorizëm, e as në terrorizmin tjetër nuk thret këto gjëra Islami. Mirë po, njerëzit të pa informuar dhe nuk kanë qasje të dinë nga kënde të ndryshme çka thot feja, mbesin në terr informativ. Prandaj, për këtë arsye dëshirojmë që të prezantojmë çka thot feja. Çka thot feja për këtë ose për atë. Edhe pse këtë parathënie dhe këtë hyrje e kam bërë edhe në emisionin e parë, por pasi që jemi në hapat e parë, jemi në emisionet e para, po kam dëshirë, shpresoj që mos tet e tepërt, që në vazhdimsi të përkujtoj shikuesit tanë për natyrën e emisioneve tona. Andaj, pasi që në emisionin e parë kemi folë për qëllimin e emisionit, ose e kemi zbërthyer titullin e këtij emisioni, çka thot feja. Kemi kaluar në emisionin e dytë, në atë të kaluarin, dhe kemi folur se pasi që fjala la ilaha illallah, shahadeti është qelsi, është themeli i fesë, atëherë duhet të flasim për atë se çka thot feja për shahadetin. Dhe pam se feja thonte për Islamin, do thot Islami, thonte për shahadetin shumë më shumë se që na kemi ditë. Na mësoj pas pari për kthimin, na mësoj se pas ka kushte, pas ka detyrime, pas ka obligime, nuk qenë ka vetëm thjesht një fjalë e gojës. Andaj mësuam se feja për shahadetin po thonte shumë më tepër se që na ndoshta kemi ditur. Mirë. Sot kam përzgjedhur të flas për një temë që mendoj që është një vazhdimsi e asaj që kam folur në të kaluarën. Shikues nderuar, jemi duke folë për fen, jemi duke folë për Islamin. A ka njerëz të qartë se çka është feja? Njerëzit. Për shembull, një njerëz thot, unë jam musliman. Feja ime është Islami. Në rregull. Kur njeri kështu deklarohet se është musliman, se i përket Islamit, ky njeri a din çka do të thot kjo përkatësi? A din çka do të thot tjesh ti një antar i Islamit? Prandaj këtu kam vrejt, dhe gjithë nimi dëshmitar të kësaj se qarkullojnë keq kuptime. Për këtë arsye kam vendosur që sot të flas për një temë që ndoshta e ka titullin sadopak të çuditshëm, por mendoj që është interesant. Çka thot feja për fen? Po, çka thot feja për fen? Çka thot Islami për Islamin? Nga se thash fillim, nuk duhet që njerëzit të shndërrohen në zëvendësa të pa autorizuar. Jo. Po dëshojmë sonte ta kuptojmë nga Islami çka është Islami. Kur njerëzit pyeten për Islamin, kur njerëzit pyeten për fen, zakonisht e respektojnë fen. Po. Zakonisht njerëzit e respektojnë. Të paktën ata që
flasin keq për fenë ose e ignorojnë, të paktën alhamdulillah, janë raste të izoluara. Në shumicën e rasteve njerëz flasin me respekt për fenë, por arsyetojnë se nuk kanë kohë, nuk kanë mundësi, janë ngarkuar, kismet, inshallah, më rëndësishme se e respektojnë fenë. Mirë. A kërkohet nga ne ta respektojmë fenë? Pyetje që duhet të përgjigjemi sonte. A është feja sikur musafiri? Për shembull, kur një musafir vjen te ti në shtëpinë tënde, ti e respekton me atë që ke mundësi. Ti atë njeri mundohesh që ta pritësh sikur është më së miri. E vendos në karrikën më të mirë, të bukur, pastaj i ofron ushqimin më të mirë, pastaj ëmbëlsira, pastaj muhabete, pastaj. Pse është musafir? Edhe thua, unë e kam respektu. Mirë. Në qoftë se ky musafir fillon edhe të thotë, këtë ulse që e ke vendos këtu, herën tjetër kur të vi nuk du me e gjetë këtu. Dhe gjithashtu fillon shtrojen dhe tepin që e ke lënë atje në kuzhinë nuk du me e pa më kështu. Dhe gjithashtu pastaj ngjyrat e mureve nuk po m'pëlqejnë, nuk du me i pa më kështu. Si e preti këtë kërkesë e musafirit? Normale? Befasohesh. Thua, falë, unë të respektova, por respekti im nuk kupton që ti duhesh të përzihesh deri në këtë masë shtëpinë time. Kjo është shtëpia ime tek e fundit, është shtëpia ime, ti mund të më vizitosh sa herë të duash, por në fal, nuk mund të lejoj ty që ti të më përzihesh mua deri në këtë masë. A thua kështu? Po, a është normale kjo? Po, është normale. Mirë. Kur vjen feja dhe na thotë se kjo është ndaluar, ja nuk bën kështu me hongër buk, ja nuk bën kështu me nejt, s'bën këtë me hongër, kjo është ndaluar, nuk bën kështu me punu, nuk bën kështu me sill. Në qoftë se ne fen e konsiderojmë si musafir, ky respekt do të merr fund. Ti më fal, po unë po të respektoj si fe, si islam, mirë po, jo të më përzihesh ti mundin këtë mas. Andaj them se feja kur flet për vetën e vet, thot: "O ju dashamir të fesë, Islami nuk është musafir i shtëpijave të juaja, që ju i rezervoni këtij musafiri vendin ku juve ju përshtatet dhe rezervoni për te respektin privat, individual, juve si ju duket. Nuk është Islami i tillë. Andaj kush e respekton Islamin si musafir në shtëpinë e tij, në zemrën e tij, në jetën e tij, edhe në qoftë se ja ka dhënë respektin maksimal, megjithatë nuk e ka respektuar. Pse? Nga se nuk është musafir. Nuk është musafir. Por si duhet pra ta trajtojmë Islamin? Çka thot Islami për këtë respekt? Shikues nderuar, Islami na mëson se ardhja e tij në zemrat tona, arritja e Islamit në shtëpiat tona, futja e Islamit në shoqëritë tona, nuk është një ardhje e musafirit, jo. Por Allahu na thot se kjo fe nuk e ka rolin e musafirit, por e ka rolin e kryefamiljarit, zotit shtëpisë. Ai ulet ku don, ai flan kur don, hyn kur don, del kur don, çfarë do që nuk i pëlqen e ndryshon, nga se është shtëpia e tij. E në bazë të këtij kuptimi tash duhet ta pyesim veten, apo e respektojmë në Islamin sa duhet apo jo. Se njerëzit e kanë kufizuar Islamin. Islami na mëson neve për festa. Festat fetare, nata e madhe kur është, po e ngojnë nëna hoxhën edhe Islamin që shja. E mirë. Kur bie fjala për shembull për darsmën e djalit që e ke bën jetë me e bo si vjet inshallah. Si vjet ke bën jetë me martu djalin. Po. Islamin e vetë që shme bo darsmën e vetë që e kiftu si musafir. Cila është? Këto është pyetja. Islami është krye familjari, sikurse baba plak të shtëpia.
që dikur tash, Allahu na fal tash, ka edhe ky respekt, ka u po dikur nuk ka bërë asgjë pa mendimin e tij. Andaj I themi kur e familjari shtëpisë tonë, I zemrave tona, ti Islam, ti Kur'an, na po dojmë si vetë martu djalin. E kena bo njetë me bo filon në restorani, edhe kena bo njetë, me thirë që të do akreba, bura, gra bashkë me I bo, tash që me bo, pa alkohol, s'vje kush, Allah, duhet me bo ka pak, a bon, a ki vetë? A hitë se ki vetë? Këtu është krejt thelbi I temës. Islami thot për vetën e tij se duhet të pyetet në çdo çështje. Shikoni çka thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Allahu thot: "Ya eyyuhalladhina amanu." O ju që keni besuar, ju krejt, të gjithë ju, të cilët e ndiheni veten musliman, deklaroheni si musliman, të gjithë ju, nënshtrojuni Allahut dhe të dërguarit. Qysh nënshtrojuni? Shtranu për toke? Jo. Respektoni urdhnat e Allahut dhe të dërguarit. Respektoni shpalljen. A çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Deri në cilën nivel duhet me respektu? Në gjitha nivelet. Madje edhe kur bim mos pajtim, unë e them kështu, ai thot kështu, nuk dim kën me ngu. Islami këto do të me vendos, kënë do të me ndëgju. Allahu Jalla wala thot, fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Në qoftë se binin mos pajtim për ndonjë çështje. Kjo ndonjë çështje është e përgjithshme për çfarë do lloj çështje. Për çka do që binin mos pajtim, o njerëz, o burra, gra, o muslimane. Për gjithë shka. Ruddu, këthane me njëherë, pëtë në Zotin e shpis, pëtë në Allahun xhallahu ala, qka me bua Zot këtë rast? Kanë me ngu, kush e ka më smire? Shikoj Islami, qka thot për Islamin? Qështu thot feja për fejnë? Qështu thot? Thot, pëtë në për gjithë shka. Ma djedhë kur dim bini mos pajtim. Jo mos pajtim e vetëm të noja, kur bje fjera për gjakje, për jo, këto gjithë se si. Por e për do punë më thjeshta. Për disa punë më thjeshta. Dhe jo vetëm që këthene, po edhe qka, pranane me gjokshapur dhe kënaquni me vendimin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kështu thot feja për fejnë. Andaj, nuk duhet një njeri për shembull ta merr fejnë veç kur I vyn me shku në haxh. Haxhi u bo. Mirëve, po haxhia e ki lëshu, duguen me qire, atje edhe raki për shetshin. Kjo tash duguja është... Qysh, haxhi dhe duguja s'kanë bën me zvete, po? S'kanë bën me zvete. Ja, kanë bën me zvete shumë. Ata që I ndajnë me qire, dho, këse kjo është punë private e jemja, nëse haxhi është punë private e jemja, kush I ndan këto dyja, se ka kuptu fejnë. Feja nuk thot kështu. Feja të përzihet gjithkund. Po gjithkund përzihet feja. Gjithkund! Të kallëzon çka do të me bo. Nga sa vjen nga I gjithdijshmi, nga ai që din çdo gjë, nga ai vije. Prandaj, ai që ka thonë la ilaha illallah, me ato kushte që kemi cek, reflektimi praktik I kuptimit e tij të kësaj fjale është çka që po flasim ne sot. Ne nuk është Islami musafir, unë respektoj Islamin, sa thotë thirrë zonë unë nalla në vend edhe ti respekton është vërtet nalla në vend, po kjo është respekt, kjo në çmim, nga se feja bot hajde e ti po nalesh nuk po vjen. Ande duhet me shiku, do thotë mënyrën e respektit. Nuk mund të më respektu çështë kem, nuk mundem me respektu çështë kem qef na vet. Por duhet që respekti të jetë në përputhje me dëshirën, vullnetin e atij që po respektojmë. Pandyshe, ti mundesh për qefit të me respektu çështë dush, po ai nuk ka respekt tek njerëzit. Andaj, edhe respekti I musafirit dallon për vendin vend. Për shembull, ta përdorësh një metodë të caktuar të respekt të musafirit, që e përdor në vend tjetër mund të jetë në çmim.
Andaj edhe për me respektu musafirin du ka rregulla. Edhe pse thash Islami nuk është musafir. Islami nuk e kem rezervë. Jo, nuk është Islami rezervë. Kur na shpërthen ndonjë gomë minamet keq e përdorim të nreqëm gomën, pastaj e kthejmë apet në rezervë. Nuk është Islami kështu. Na ka ndodhur një vdekje, na shpërthy goma, po na ka dek në antar i familjes, e marrëm Islamin. Si të përfundojmë të pamën, opet na e kthejmë në rezervë, atje nuk e vesëm, të na des antar i arshëm i familjes. A është ky Islami? Jo vallahi. Jo. Shuaib alayhi salam. Shuaib alayhi salam i thënë të njerëzve, popullit vet, o populli im, po haram e keni me vjedhën peshore, ata vjedhin peshore. Kur matnin nuk matnin drejt. Ai mushteri i lyp ke 2 kg, ata 1 kg e 800 gram i japin, 200 gram i vjedhin. Ky ka qenë meta e popullit të Shuaibit, për atë shirku që e kishin. Ta i tha, la tunqusul mikyal. Ja, mos gabonin me vjedh, mos e qeni naks. Mos e vjedhni peshorën. Ata u çuditën. Çka ko lidhe peshorja me xhami Allah? Ti po na thirrën xhami në rregull, po të kuptojmë, vim xhami punë jona. Ma edhe në pazar po na përzihesh. I than e salatuka, a namazit ta'muruka, po të urdhon, po të mëson që të na ndalosh para çfarë do të bëjmë ne me pasurinë tonë, se kuptuan këtë. Shuaibi u asqëroi se ky është misioni i tij. Po, edhe në xhami, po edhe në peshore të përzihet, po edhe në shtëpi, edhe të kallzon Islami që me bë darsëm. Po, edhe që me bë të pamën, edhe ashtu mëson Islami, edhe që me varros dekunin, po edhe që me jetu. Po, të mëson. Ka Islami ka rregulla të plota, të përkryera për njeriu që janë valide, që janë të përshtatshme, që janë të zbatueshme për çdo kohë dhe çdo vend. Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an, në ajetin që të më herët: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ar-Rasul." Në qoftë se, dëgjoni këtë me vëmendje shikues në ruar. Kjo është ajet na, po mësojmë çka thot feja. E që feja në Kur'an kështu po thot. Allahu thot: "Në qoftë se, o musliman, bini në mos pajtim për ndonjë, sa është e vogla çështje. Kthene tek Allahu dhe i dërguari. Kthene në Kur'an. Një nga edhe në sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një nga dietarët e mëdhaj thotë kështu: ky ajet, ky verset kuranor është argument se në Kur'an edhe në hadith i kemi zgjidhjet për të gjitha problemet tona. Pse pe ku e nxirret i kët? Thot ky dietar nga se është e pamundshme që Allahu i gjithdijshmi na urdhëron që në rastet e mospajtimit, hutive, hamendjeve, padijeve, na urdhëron të kthehemi të kërkojmë zgjidhjen në Kur'an dhe kur na ngojmë Zotin dhe kthehemi mos me e gjet. A është kjo e mundshme? Këtë veç një ignorant e thot, që nuk e njeh Islamin, sikur se thonte një ignorant i mëhershëm se Islami nuk mundet me zgjidh problemin e rrymës. I themi ti që se kupton Islamin është problemi joti, por Islami na rregullon edhe kekun. Po, edhe rrymën e rregullon, edhe ujin e rregullon, krejt e rregullon. Veç duhet me vet. Duhet me vet, edhe kur të veç profesorin, duhet tash mul ndygujt edhe me ngu. Ajt mëson pastaj çysh mund me pas rrym 24 orë, edhe ujë 24 orë, edhe mos me pas probleme edhe po Islami na mëson, po. Ne kemi përgjigje të gatshme për këtë punë. Ka se për punë ka Islami, më na rregullu problemet e jetës. Andaj feja thot për vetën e vet se unë nuk jam musafir, e as nuk jam rezerv, jo, por unë jam krye familjari i familjes së juaj, që jam me juve gjithkund. Jam me juve në çdo vend, në çdo rast. Dhe duhet gjithmonë të më pyetni çfarë të bëni. A kemi kuptuar ne që kështu Islami? Që kjo çka thot feja për fen. Që kjo çka thot Islami për Islamin.
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë, filloi që këtë islam, që ta që po flasim na, që ta filloi që njerëzit t'u mësonte. Njerëzit disa për njerëzve që nuk u bante dot ta pranojnë islamin. U munduan që, si zakonisht, u munduan të gjenë ndonjë dikon, ndonjë tmet, ndonjë kundërthënie, ndonjë diçka që s'është e përshtatshme, pas patën mundësi. Atëherë me çfarë dileme u përpaqen, tentuan që njerëzit të zbrapsin nga dini Allah, nga feja Allah, me çfarë dileme? Njëri nga të këtillët e takoi Salman el-Farisiun. Salman el-Farisiu ishte njëri nga shokët e denjtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha kështu. I tha, ky pejgamberi ju gjithë çka po përzi, s'la vëm pa u përzi. Apo i thot çish me bu këto, a çish to. Donte disi ta irritante me një fjalë, ku e keni kënarin, çish paleni mi u përzive çdo çështje ky njeri. Por Selmani nuk ishte i kompleksuar me islam, po Allah s'di mirë ekipëm mdoket. Jo vallë ishte i bindur se çfarë tendencë kishte ky njeri. I tha, jo, nuk kjo që ti po përmend, kjo so kur gjë. Po flasash me fjalorin ton popullor. Me të kallzuan ty edhe çka ai përzihet të jetë pa mend. Çfarë tha Salman el-Farisiu? Ai e tha për ta mllëfuar edhe më tepër këtë njerëz. Nga se për t'i treguar se mbyllë këtë kapitull se do të kesh mundësi të na kompleksosh me fenë Allahut azza xal. Ndaj i tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që na përzihet në këtë çështje, këto janë thjeshta, ai na mëson edhe si ta kryejmë nevojën. A duhet ta bëjmë në këmbë apo ulur? Madje na mëson ka duhet kthehemi. Madje na mëson si të hym WC, e si dalim nga WC-ja, po për gjitha këto na mëson Islami neve. Se duhet futemi me këmbën e majt, e dalim me këmbën e djath, e kur futemi ta themi një dua, e kur dalim pas një dua, edhe në këtë punë. Po edhe në këtë punë. Na mëson si të martohemi, po edhe në raste të ndarjes na mëson si munda, edhe në raste të vdekjes na mëson si me vdek, e si me përsërit të vdekurin, po edhe në raste të gëzimit na mëson si me u gëzu, gjitha këto na mëson Islami. Andaj duhet që musliman kështu ta kupton Islamin, nga se Allahu i mënduar kështu e ka prezantuar Islamin në Kur'an, edhe kështu e ka prezantuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikues nderuar, çka thot feja për fen, çka thot Islami për Islamin? Për fund dua të them këtë. Islami thot për veten e tij se unë jam një sistem i jetës për juve që përfshin të gjitha ato që ju keni nevojë për to në jetën e juaj, pavarësisht a kanë të bëjnë me aspektin e juaj individual, familjar apo shoqëror, madje edhe mos pajtimet eventuale që mund të ndodhin mes juve në çfarë do lloj niveli, unë jam i gatshëm t'u zgjedh. Nga se Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, ma farratna fil kitabi min shay. Nuk kemi lënë asgjë mungun këtë libër. Të gjitha i kemi sqaruar. Por tash duhet me kuptu. Duhet me pyet ata që dinë sikurse ceka. Jo që ne tash të mundohemi të japim zgjidhje çka thot Islami pa dije. Jo. Islami e ka alternativën e vet, e ka ofertën e vet për çdo gjë që na duhet. Mirpo edhe duhet të konsultohen njerëzit e autorizuar, zëdhënësit e autorizuar, jo të pa autorizuar. Nga se sot në qoftë se del një njeri dhe shtiret dhe prezantohet si zëdhënës i qeverisë dhe sjell një vendim që qeveria nuk e ka dhënë, me automatizëm e burgosin. Për një vendim thjesht. Ndërsa sa njëri del dhe shtiret zëdhënës i Allahut azza xal, flet në emër të fesë dhe dekorohet e shpërblehet dhe kush nuk e merr përgjegjësi. Kjo është një përgjegjësi e madhe që duhet ta kemi parasysh. Andaj të flasësh në emër të Allahut, të flasësh në emër të fesë është një përgjegjësi e madhe. Prandaj kështu duhet ta kuptojmë atë që e përmenda në fillim. Çka thot Islami për Islamin? Çka thot feja për fen? E këtë e tha që e thashën. Por ta kufizojmë në të caktuara, jo nuk thot feja kështu. Feja nuk thot se duhet të jemi musliman veç në Ramazan. Feja nuk thot se duhet të jemi musliman veç në Xhumë. Feja nuk thot se duhet të jemi musliman veç kur shkojmë në haxh. Jo.
feja thasë duhet të jemi musliman çdo aspekt jetës, edhe në raporte me tjerët, edhe në gëzime, edhe në vdekje, edhe në çdo sen, të jemi sikurse thot Allahu dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot qofsh i kundëruar, kjo është një temë me vërtet e gjerë, por u mundova që mbrana kësaj kohe të limituar ta zbërthej me disa shembuj konkret që s'paku ta kuptojmë drejt, por megjithatë mbetet shumë që duhet të thuhet në këtë drejtim. Me siguri, me lenin Allah do të mundojmë që në rastet e tjera të rrodhës ti plotësojmë boshllëqet eventuale që kanë mbetur në sqarimin e kësaj teme, nëse ne këtu përkohësisht ndahemi me juve për ta liruar hapësirën, sikur dini, për pjesën e dytë ku tashmë ju mund të inkuadroni përmes numrit të telefonit që shfaqet vazhdimisht në ekranet e juaja. Këtu po shkputemi shkurtimisht, kthehemi pasoj pauza ndaj na ndiqni Zoti xhallahu ala ju ruajt e ju shpëlbeft. Të martën nga ora 20, PIS TV sjell emisionin Kontaktues, duke kërkuar përgjigje me hoxhallar të ndryshëm. Shikuesit mund të jenë pjesëmarrës në emisionin ton duke na shkruar pyetjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike pyetje@qsivizks.com. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhje të drejtë që burojnë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Na ndiqni çdo të martë nga ora 20 në PIS TV. Kiameti është afër. Një emision që shpjegon hollësisht shenjat e kiametit vjen të shtunën nga ora 21 me Hoxh Ismail Bardhoshi. Ka njerëz të cilët dyshojnë mbi faktin e ringjalljes dhe shtrojnë pyetje mbi argumentet e ringjalljes. Kush janë argumentet e ringjalljes? Shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin, metoda më e saktë e trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale, si dhe sqarimi metodës së gabuar dhe keqkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hoxh Ismail Bardhoshi, në PIS TV. Sinqeritetit e shumë të tjera, nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Mos harroni, na ndiqni çdo të hënë ora 19 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelsat e Mirësisë në PIS TV. Rruga drejt Allahut. Një emision që nxjerr në pa elementet e rrugës së vërtetë drejt realizimit të urdhrave të Zotit. Një rrugë nëpër të cilën kaluan karavane të shumta të njerëzve punëtor, puna e të cilëve ishte besimi i pastër dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në këtë rrugë, nevojiten pajisje të duhura, të cilat do t'i kuptoni gjatë emisionit Rruga drejt Allahut, me Yahya Binaj dhe Hoxh Enis Rama. Na ndiqni çdo të shtunë ora 20 në PIS TV. Të mërkurën broma në PIS TV mund të ndiqni. Ora 19, emisioni në kërkim të adhurimit, me Hoxhën Enis Rama. Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për neve. Ai nuk ka nevojë për falënderimin tonë. Ora 20,
emisioni Kam një problem me Hoxhën Muhammed Dermaku. Allahu thot likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ora 21. Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. والشمس وضحاها Na ndiqni të mërkurën. U rikthyem përsëri në emisionin ton dhe tashmë jemi në periudhën kur jemi duke pritur telefonatat nga ju. Derisa të na bëhet me dije se ndokush është duke u lajmëruar, ne po shfrytëzojmë rastin që kemi një thirrje na bëhet me dije, po kush na lajmërohet? Se duke dështoj thirrja kësaj radhe, nuk patëm mundësi ta ndëgjojmë. Sidoqoftë, vazhdojmë me pritjen e telefonat tjera, nuk prish punë. Këtu kemi edhe një varg pyetje të shumta që na kanë ardhur përmes Facebookut dhe un po e bëj një kombinim, do të thotë derisa të na lajmërohet ndokush, po lexoj pyetjet që kanë ardhur në Facebook. Thot një pyetje kështu, falja e 2 rekateve në xhami a është vajib a sunet? 2 rekate që njeriu kur hyn në xhami i fal, dietarët islam kanë mos pajtim. Disa prej dietarëve thonë se këto 2 rekate duhet të falen vetëm atëherë kur njeriu hyn për herë të parë në xhami, por jo sa herë të hyn në këtë xhami. Ndërsa disa prej dietarëve thonë se sa herë të hyn në xhami duhet të falë këto 2 rekate, preferohet të falë këto 2 rekate. Andaj unë mendoj se ky është mendim është më i saktë, se sa herë të njeriu është mirë me i fal 2 rekate. Sidoqoftë kemi një thirrje, besoj që kësaj radhe do të jetë e sigurt. Kush na lajmërohet? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kisha një bani pyetje për hoxhën? Po urna, je drejt për drejt, urna. Falë, kisha mujtë me më shpjegu, fjallin është ngritur laksi dhe është ka letra. Po, e qartë. Okay. Mirë. Pyetja ishte rreth një hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, ku thot pejgamberi në fund të këtij hadithi, rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf. Do thot janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletat. E pyetja ishte çfarë kuptimi ka kjo thënie. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu na ka lajmëruar se besimtar duhet të besojnë në caktimin e Allahut azza wa jall. Dhe kur flitet për lapsin dhe për fletën, flitet për lapsin që ka shkruar atë që do të ndodh në jetën e njerëzve. Sidoqoftë e plotësojmë, por kemi një telefonat e inkuadrojmë tash. Urnani kush na lajmërohet? Selam aleikum. Aleikum selam. A kom si hoxhë me tregu çfarë drejta kena parakonatit, a ken drejt me nejt, me bo hizmet, me bo muhabet me to, çka kem drejt para ti? Po, në rregull. Selam aleikum. Sidoqoftë, mbetëm tek pyetja e parë, do të thotë se janë tharë lapsat dhe janë ngrit lapsat dhe janë tharë fletat. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na sqaron se Allahu xhallahu ala ka caktuar atë që do të ndodhë në këtë botë. Mirë, po nuk duhet kuptuar këtë se ne jemi të detyruar, jemi të imponuar të bëjmë në kuadër të kësaj. Nga se Allahu xhallahu ala atë që e ka shkruar e ka bërë në bazë të dijes që Allahu e din. Dhe njerëzve u është lënë një hapësirë e caktuar e përzgjedhjes. Por prap nuk mund të përzgjedhen jashtë dijes së Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ta kuptojmë këtë, nga ky kënd është pak vështirë. Normalisht nga se kjo demonstrime pak më të qata, shembuj pak më të zgjeruar, më ilustrative kështu më radh, por unë dua t'ua dhoj një këshill sonte. Shpresoj që inshallah nëse e zbatojmë dhe kuptojmë drejt me lejen e Allahut të mënduar, do të kemi mundësi ta kuptojmë drejt caktimin e Allah xhallahu ala. Po kemi telefonat, kush na lajmërohet urnani?
duket dështoj edhe kësaj radhe, inshallah herën tjetër nuk dështon. Sidoqoftë, kemi një këshill për kaderin, ishim duke fol. Do të thotë njerëzit apo caktimi i Allahut azza xal i ka dy anë, po i them kështu kushtimisht. Ajo që ka të bëjë me Allahun azza xal, i cili ka ditur çdo gjë dhe din çdo gjë dhe e ka shkruar, dhe ajo që ka të bëjë me neve, me përgjegjësi që ne kemi në këtë botë. Tash, në qoftë se ne dëshirojmë ta kuptojmë atë që ka të bëjë me Allahun, nuk mund ta kuptojmë kurrë. Andaj në kuadër të kësaj, dietari i njohur Imami Abu Hanifa ka thënë se kush mundohet ka thirrje, po urdhani kush na lajmërohet? Mirë mama. Selam aleikum. Aleikum selam. Mundësish ndalen e zonë televizorit me mundjen një më mirë. Një pyetje. A është vakat nëse i falin vetëm farzët e namazit? Po, në rregull, po. Tjetër pyetja keni? Jo, vetëm sa deshta me ditë që është vakat nëse si falin edhe sunetet. Po, në rregull. Pyetja është e qartë, Allah e shpërbleft. E shumendet e kaderit se mbetëm bashkë edhe me dy pyetje që në ardhen nga shikuesit, por dua të them që Ebanive ka thënë se kush tenton ta kupton atë që ka të bëjë me Allahun, me dijen e tij, çuçi e ka shkruajt ato që ka më ndodh, ka të bëjë me Allahun, thot i ngjan atij që shikon në dielli. Njeriu sa më tepër shikon në diell, ai bëhet më e qartë apo i turbullohet më tepër? I turbullohet më tepër. Andaj mos shikon atë on fare, por diellin përdore për të ndriçuar. Kemi një telefonat na bëhet me dije nga regjia. Edhe kësaj radhe që duket u vonuam, na bëni halal. Andaj mos shikon në dielli për t'ja pa formën, nga sa më tepër shikon në dielli, aq më tepër turbullohet. Për çfarë bën? Dielli bën dritë. Andaj përfiton nga drita e diellit jenë dobi. Edhe caktimi Allah xhallahu ala. Nëse dëshon të shikosh në caktimin e Allahut vet çish ka ndodh, nuk mund ta kuptosh. Mund të turbullohet më tepër, nga se ka të bëjë me dijen e Allahut që ne nuk mund ta kuptojmë dijen e Allahut dhe na pështjellet edhe më tepër. Por ta përdorim kaderin apo për të mirën tonë këtë botë, nga se kaderin nëse kuptojmë drejt, caktimi i Allahut nëse kuptojmë drejt, mund të na bën shumë dobi, sikur që na bën dielli nëse nuk i kthejmë syt ka haj. Por e përdorim dritën e tij për dobin tonë në këtë botë. Andaj sa dobi shumë ta mund të dim nga kaderi. E para është që nëse na ik një punë, e kemi bën mundin, s'ka pa sukses, themi caktimi i Allahut. Rahatomi dhe vazhdojmë më tutje me përpjekje dhe ambicie. Andaj nuk duhet kaderi, caktimi i Allahut xhallahu ala të na demoralizoj, të na zhgënjej, të na bëj që të jemi pasiv, jo. Por caktimi i Allahut duhet të na bëjë edhe më aktiv, ta kërkojmë çfarë ka caktuar Allahu për neve, ta lypim. Nga sa atë që e kërkojmë dhe mundojmë për atë, Allah do të na jap. Prandaj duhet të shikojmë në pjesën e dytë të kaderit, ajo që ka të bëjë me neve, me obligimet tona, me përgjegjësitë tona, këtë shikojmë ne ta kryejmë. Nëse atë që Allah e ka caktuar është punë e Allahut, nuk është punë e jona. Andaj mos të përzihemi në punën e Allahut, por të shikojmë punën tona, do kemi të qartë, dhe kjo ka të bëjë me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se janë ngritur lapsat, do thotë ajo që është dashur të shkruhet, është shkruar, tash kjo ka marrë fund. Në kuptim të asaj që kur përfundon një punë, mos u kthem mbrapa, por kuptoj si gjë e shkruar, e kaluar dhe vazhdo më tutje. Pyetja tjetër që ishte nga një shikuese ishte do të drejtat para kunatit. Tek ne kunati ka një kuptim, do të thotë në kuptim të afërsisë. Por duhet ta kuptojmë se gruaja duhet të respekton kunatin. Do vllahun e burrit ta respekton. Nëse ka nevojë edhe ti shërben. Nëse vjen në shtëpi për shembull me vizitu vllahun e tij, kur të hyn në shtëpi, mirë se ke ardhur, ai e mirë, gjitha këto janë të lejuara. Por nuk është e lejuar që të vetmohet me të. Nuk është e lejuar që del e zbuluar para ti, pa shami. Nuk është e lejuar. Nuk është e lejuar për shembull që të rrinë, e të buzëqeshin, e të preken me durë, e të jep dorën, gjitha këto janë ndaluara, nga se është kunat, por megjithatë është i huaj për këtë grua, nga se kjo grua vllahun e tij e ka burr e ju atë. Do të vazhdojmë me këtë, por kemi një thirrje. Edhe kësaj rrasi duket apo Urnali, po jemi duke ndëgjuar? Kam dëgjuar
Alo. Po të ndëgjaj. Lezu Kur'anin në shqip. A vot hatme Don a bëhet hatme me lezu Kur'anin në shqip. Po e kuptova pyetjen. Mundësisht shikohet ndëruar kur të na bëni pyetje përmes telefonit ta ndalni zërin e televizionit nga se po shkaktohet një farë lloj do të thotë shumë zëra po na vinë po kemi problem pasoj që ta kuptojmë. E ndani televizionin e zotë bëni pyetjen. Po sa e përfundoni pyetjen, pastaj e mbyllni telefonin dhe pastaj e ngritni zërin e televizionit. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë për t'ju kuptuar drejt, andaj edhe për këtë po dështojnë disa pyetje, për disa thirrje, për shkak se ata po presin përgjigje përmes televizionit e jo përmes telefonit, e këtu ndodh një vonim, andaj që mos dështojnë pyetjet dhe ta kemi më të qartë, mirë që të respektohet ky rregull. Andaj për kunatin thash respekt, nder, mikpritje, atë që ka nevojë por jo vetmi, jo për shembull qeshura, fjalë për shembull të pakujdesshme ose sikurse ka ndërrose për shembull edhe takon sikurse vllau në përshëndetje, për qafeme kështu me radhë, jo, këto sipas Islamit janë të ndaluara. Janë të ndaluara, gruaja muslimane e ka të ndaluar që kunatit t'ia jap dorën. Kjo është feja jon, çështë thot feja. Edhe kena mesaru edhe këtë, duket pak e vështirë, po thash çështë thot feja, sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është sa i përket të drejtave para kunatit. Kemi një thirrje. Selam aleikum. Selam aleikum. Do të më bëni pyetje, mendova. Po urna, po të ndëgjojmë urna. Mendova për do të më dëgjoj diçka për gratë zeja, që janë me fëmijë. Pak disi, do të më dëgjoj. Çu njerë, më falë se nuk e kuptova. Mendova për gratë zeja që kanë betë me fëmijë. Po? Pak, jo ti, me bo vetëm pak diçka, pra fërstesh me më tregu. Gratë? Sa ke kuti? Gratë e veja që kanë betë me fëmija, po? Po e qartë. Pyetja tjetër që ishte përmes telefonit, ishte kështu shikuar ndëruar, a është mëkat të falen vetëm farzat? Ne kemi obligim që t'i falim 5 kohët e namazit. Dhe kur themi e kemi obligim, nënkuptojmë farzat. Andaj, e kemi obligim t'a falim sabahin. Çka nënkuptojmë kur themi sabahin? 2 rekate të farz sabahit, e kemi farz. E kemi farz t'a falim drekën. Çka nënkuptojmë me këtë? 4 rekate të farz të drekës, 4 rekate të farz të ikindis, 3 rekate të akshamit dhe 4 rekate farz të yacis. Këtu i kemi obligim. Dhe nëse një prej këtyre nuk e falim, kemi gjuna të madh. Ndërsa këto namaze kanë edhe sunete, namaze vullnetare, që i ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e për këtë kemi problem të madh. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i fal 12 rekate gjatë ditës, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. E këto 12 rekate janë këto nafilet e namazeve. Andaj ka vlerë të madhe. Por nëse njeriu për rrethana të caktuara nuk ka kohë të mjaftueshme për në punë me i fal të gjitha sunetet, ose është në shtëpi ka musafir, ka ngarkesë, e fal vetëm farzin. Nëse i lën sunetet, nuk është mëkat i madh. Por me i lën gjithmonë kur mos me i fal, pa arsye, mund të bëhet një lloj mëkati. Mund të bëhet një lloj mëkati që qëllimisht dhe vazhdimisht të braktiset suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nuk mund të themi se ka mëkat nëse i fal vetëm farzët. Nëse i fal farzët e kryen obligimin. Mirë po, nuk duhet me i lën me qëllim sunetet pa nevojë. Kur i japet mundësia i fal ose i kompenzon, edhe kjo është e mundshme, sikur se ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e radhës ishte: a bëhet hat me shqip? Duhet të kuptojmë se Kur'ani që me te bëhet hatme është vetëm kur është në gjuhën arabe. Ka që kështu Allah e ka zbrit. Asnjë përkthim nuk mund të jetë ajo që është thënë. Po, zakonisht përkthyesi përshtat, adapton, komenton, po nuk është ajo. Prandaj Kur'ani shqip ki sevap që e lexon, nga se mëson përmes leximit, por kur lexon shqip nuk mund të themi se po e lexojmë Kur'anin që i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk mund të themi se nëse e lexojmë Kur'anin shqip, ne kemi bërë hat me Kur'anin. Por duhet të lexojmë shqip, edhe nëse e lexojmë arabisht, duhet krahas atij arabisht të lexojmë edhe shqip për ta kuptuar më drejt. Por
Jo që ti themi se kemi bërë hatme. Kemi një thirrje. Selam aleikum. Urna, ju ndëgjoj? Po ju ndëgjoj? Si duket, dështoj edhe zakonisht problemi I njëjtë do të thotë pritja e përgjigjet përmes televizionit vonohet dhe shkaku I vonesës se përgjigjet atje po ndalin telefonin. Por kemi thirrje. Selam aleikum. A lejohet të shpërndahet mishi I akikës? A lejohet të shpërndahet mishi I akikës? Po e qartë. E qartë, vllai nderuar, tjetër pyetje? Kemi edhe një telefonat. Po, selam aleikum. Ju ndëgjoj? Selam aleikum. Aleikum selam. Ka mundësi një pyetje? Po, urna. A është lejushme me zgjidhje se disa vot s'pajnë po, disa jo? Më falë edhe njerë se nuk e kuptova pyetjen, a është e lejushme? A është lejushme me zgjidhje? Me është aha, po, për me vludin pyetje, po. Në rregull, se nga njerëz zoni ndoshta nuk po vjen I qartë edhe më bëni Allah ndoshta që edhe s'po muna me e kuptu çfarë po thuhet, por elhamna po arrihet qëllimi. Kemi mbet tek hatmi është shqip. Thash, kemi sevap për me lezu shqip, por jo nuk është ajo hatme që e ki sevapën sikurse me lezu arabisht. Gratë e veja do të thotë që kanë mbetur me fëmijë. Po kjo është një sprovë që mund ta godet çdo këmbë njerëzve, ti vdes burri, dhe kjo grua që ka mbet me fëmijë e vej dhe I është përkushtuar fëmijëve të saj, dhe I ka ushqyer me halal dhe I ka rrit, ta din se ka sevap shumë të madh. Kjo mund të jetë temë në veti, sikurse edhe tha mos bëhet temë, por është një përgjigje të thjeshtë. Dëgjoj këtë hadith. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: ditën e gjykimit, kur Allahu të më jap leje të hyj në xhennet, nëse njeriu I parë që ka më hyj në xhennet është kush? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu I parë që ka më hyj në xhennet është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pas ti ummeti I tij. Allahu na vë pe tyne. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke dashur me hyj në xhennetunë, një grua pothuajse do me I para meje. Shiko, aq afër derës xhenetit. Duke dashur me I pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhennet, një grua pothuajse don të futet para tij. Ai s'ka mundsi, po pothuajse po futet para tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e ndali këtë grua dhe I them, kush je ti? Çfarë vepre ke bër kaq të madhe që e ke merituar që afër me të futesh në xhenet? Thot jam një evej që jam përkujdesur për jetimat, për fëmijët e mi. Dhe ka sevap të madh, është sprovë, është e vërtet, është e rëndë. Mirë po vallahi kush e kalon këtë sprovë me falënderim te Allahu Azza wa Jall, e me sabër, e me durim si duhet, e ruan derën e vet, e ruan fytyrën e vet, e kujdeset për fëmijët e saj, vallahi ta din se vetë xheneti është shpëlimi I saj. Vetë xheneti për të shpëlim nuk mund me pas. Krejt dunjan më dhon nuk mund me e shpagu. Veç Allahu din me e paguat grua që është duhet. Nëse bën sabër, e ruan derën dhe I edukon fëmijët e saj sikurse duhet. Nëse kjo është barë e madhe, është përgjegjësi e madhe, sakrificë e madhe. Andaj për këtë arsye Allahu xhallahu ala do ta shpëlojë me këtë shpëlim kaq të madh. Kemi një thirrje. Selam aleikum. Po ndëgjoj vëlla, fal. Selam aleikum. Po ta më pyetje është. Urna vëlla, po të ndëgjoj. Kemi të ndërtu një shtëpi tre kemi fillu, edhe dim që kemi dëgjuar që është shumë mirë me tre Kur'an në temel kur fillon shtëpia. Po ata që me ditë I pyetje kështu më konkret për këtë. Po vëllam, shumë e qartë. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة. Kemi mbetur tek pyetja a lejohet të shpërndahet mishi akikës? Po lejohet. Akika është një kurban që therrat si shen falënderimi ndaj Allahut për fëmijët që Allah I ka fal. Për djalin therrën 2, për vajzën therrat 1, nëse si ka mundësi edhe për mashkullin bën 1, dhe tash njeriu kur të therr këtë kurban mund të pyet se a thua vallë çfarë bëj me mishin. Mundesh atë mish me e përdor për vete, ta shpërndash të tërin, ta shpërndash duke e ndalë një pjesë për vete,
të gjitha këto mënyra janë të lejuara. Andaj lejohet edhe të shpërndahet i tëri, madje në këtë rast mund të ketë shpërblim nëse përfitojnë më tepër njerëz nga ky mesh. Se përket mevludit, kjo pyetje shpesh herë po bëhet dhe dihet do të thotë edhe qëndrimi që e kemi thënë vazhdimisht dhe nuk po them se është përsërit nga i njëjti thjesht larg asaj, por si duket njerëzit kanë një lloj hezitimi dhe kanë një lloj, po dua të them, hamendje në këtë drejtim. Dikush thotë bën, dikush thotë nuk bën. Çka thotë feja për mevludin? Kjo është një temë ideale që mund të flasim për këtë çështje me lejen e Allahu xhallahu ala në emisionet e radhës, por megjithatë duhet të them se feja në bazë atij kuptimi që kemi folur më herët. Tash kemi qartë se kemi një themel, çka thot feja nën kupton çka thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse dëshirojmë të shikojmë përmes Kur'anit dhe Sunetit çka thot feja, nuk do të gjejmë se feja thot ato çka thonë njerëzit sot. Se është mirë ose vape duhet ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë mevlud, por duhet shikojmë në ato raste që e përdorim mevludin, çka ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo ta përdorim mevludin për shembull si një veprim universal, për çdo situatë, për çdo rrethon, për çdo moment, gëzim, hidhnim. Jo. Por për çdo situatë, në rrethon ka veprim të caktuar që na ka mësuar të bëjmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj Muhamedi alayhi salam ai që ka ardhur na mëson këtë fe, nuk ka bërë mevlud kurr. As shokët e tij që e kanë dashur më shumë ti dhe shumë më shumë se na, nuk kanë bërë mevlud. Andaj ne nuk duhet që të bëjmë diçka që ata s'e kanë bërë. Duhet që neve të na mjafton nga feja ajo që u ka mjaftuar edhe atyre. Kemi një thirrje. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me bani pyetje, kur prej si kam qenë vogël, jam fal, po e kom bani pauzë 6 vite. Po. Për shkak se kam pas probleme shëndetësore. Asnjëherë nuk kam qenë pastër për namaz. Se i kam pas 4 intervenime, ma të ndej është jam shëru edhe e fali namazin. Qysh mundam mi kompenzu tash? Po, në namaznat e kompenzoj zakonisht. Po, shumë e qartë. Të tërpytja keni? Jo. Selam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Besoj që ishte mjaftueshme ajo që thamë për mevludin, mos të zgjatim më tepër, nga se do të rezervojmë ndoshta një emision të tërë për të sqaruar më mirë, por duhet ta kemi të gjatë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bë mevlud dhe kjo është për neve shumë e qartë. Pyetja tjetër që erdhi ishte prerja e kurbanit në themel. Njerëzit sot për shembull kanë dëshirë që gjaku i kurbanit të derët në themel. Pse? Se thonë e ruan shtëpinë. Është më bereqet. Ne u themi se derdhja e gjakut të kurbanit në themel të shtëpisë është bestytni. Është një bestytni që nuk ka të bëjë me fen. Madje është për veprave të ndaluara. Nuk lejohet sipas fesë që të therrët kurbani dhe gjaku i tij të derët në themel. Apo sikurse bën njerë për shembull e blen një makinë dhe therr kurban dhe pastaj për shembull e lyn kirën me gjak të kurbanit apo lyn ballin e fëmis me rujt pej të këqijave, gjitha këto janë haram të ndaluara. Nuk duhet kështu mu përdor gjaku i kurbanit. Por nëse njëri ka bë themel, tash don me i gostit punëtorët me një mish ose me kurban, musafir don me i gostit. Jo për shkak të themelit, atëherë kjo është e lejuar. Por nëse beson se therrja e kurbanit dhe derdhja e gjakut në themel apo futja e kokës së kurbanit në themel e kështu me radhë, ja ruan shtëpinë, kjo është shirk. Kjo është vepër e ndaluar dhe e shëmtuar, besytni nuk ka të bëjë me fen. Andaj e therr kurbanin nëse don, me ia shpëndon mishin fukarave ose me i ushqy punëtorët, por jo me pas lidhje kjo me shtëpi. Por jo me pas lidhje kjo me themel. Kjo është qëndrimi i fesë në lidhje me këtë çështje që na bëri pyetje shikuesi më herët. Pyetja telefonata e fundit ishte do të thotë për kompenzimin e namazeve që kanë kaluar. Ne edhe ashtu kemi kaluar edhe na kohën e limituar për këtë pauzë, për këtë pjesë, andaj këtu po e bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pauzës me lenin Allah të mënduar që të përgjigjemi edhe në këtë pyetje, por edhe në pyetje shumëta që na kanë ardhur përmes
SMS-it edhe faqes tonë në Facebook. Andaj pas kësaj pauze, shikues nderuar, shikuesit mund të jenë pjesëmarrës në emisionin ton duke na shkruar pyetjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike pyetje@csiviskës.com. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhje të drejtë që burojnë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Na ndiqni çdo të martë nga ora 20 në PIS TV. Kiameti është afër. Një emision që shpjegon hollësisht shenjat e kiametit vjen të shtunën nga ora 21 me Hoxh Ismail Bardhoshi. Ka njerëz të cilët dyshojnë mbi faktin e ringjalljes dhe shtrojnë pyetje mbi argumentet e ringjalljes. Kush janë argumentet e ringjalljes? Shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin, metoda më e saktë e trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale, si dhe sqarimi metodës së gabuar dhe keqkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hoxh Ismail Bardhoshi, në PIS TV. Qelsat e mirësisë, një emision që vjen çdo të hënë nga ora 19. Në këtë seri emisionesh, Hoxh Enes Goga do të trajtojë qelsin e lumturisë, durimit, diturisë, sinqeritetit e shumë të tjera, nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Mos harroni, na ndiqni çdo të hënë ora 19 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelsat e mirësisë në PIS TV. Rruga drejt Allahut. Një emision që nxjerr në pa elementet e rrugës së vërtetë drejt realizimit të urdhrave të Zotit. Një rrugë nëpër të cilën kaluan karavane të shumta të njerëzve punëtor, puna e të cilëve ishte besimi i pastër dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në këtë rrugë, nevojiten pajisje të duhura, të cilat do t'i kuptoni gjatë emisionit Rruga drejt Allahut, me Yahya Binaj dhe Hoxh Enis Rama. Në ndiqni çdo të shtunë ora 20 në PIS TV. Të mërkurën mbrëma në PIS TV mund të ndiqni ora 19, emisioni në kërkim të adhurimit, me Hoxhën Enis Rama. Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për neve. Ai nuk ka nevojë për falërimin tonë. Ora 20, emisioni Kam një problem, me Hoxhën Muhammed Dermaku. Allahu thot likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ora 21, Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Wash-shamsi wa duhaha. Na ndiqni të mërkurën. Selamu alaikum wa rahmatullah, shikues nderuar, u rikthyem përsëri edhe në pjesën e tretë të fundit të emisionit ton për sonte dhe në pjesën e kaluar patëm inkuadrim të shumë telefonatave, fatkeqësisht disa prej tyre dështuan. Kishte të tjerë që padyshim nuk mund të pritin derisa dikush përfundon në pyetjen
dhe më duhet gjithashtu që ta bëj këtë vërejtje, do të thotë, sikur që thash edhe më herët, mundësisht kur ndikush na thërret, ta bën pyetjen më shpejt, por edhe duke mos prit ta ndëgjon në televizion. Nga se vonohet derisa të shkon në televizion, e duke u vonuar në këtë pritje edhe po kputet lidhja, por edhe po kputet mundësia që dikush të thërret. Andaj e kemi edhe një telefonat. Dish tani pyetje me bën. Por na? A është haram me punu në Afganistan? Po, tjetër pyetje? Selam aleikum. Aleikum selam. Kemi mbet tek e kemi edhe një thirrje. Selam aleikum. Po dëgjoj valla, fal. A është gjëna jeshtë në të kurbanit një hongër qeni? Po e qartë. Po se si thënë dikosh shtinin se të bëmë i frek qeni. E qartë, valla, e qartë. Po. Kemi mbet tek pyetja e kompenzimit të namazit. Do të thotë po kemi një telefonat na fal. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të më pyet a bën me u fal pa çapa? E qartë. Selam aleikum. A bën me u fal pa çorapa, edhe kjo është e qartë. Patëm një pyetje për një motër që kishte qenë smur, ishte fal një kohë, pastaj kishte qenë smur dhe ishte detyruar si pasojë për shkak të sëmundjes ta ndërpriste namazin dhe pasi që është shëruar, alhamdulillah, tash ka vazhduar përsëri me namaz. Do thotë për namazet që kanë kaluar, çfarë të bëj? Namazet që i kanë ndërprer në atë kohë, i kanë ndërprer për shkak të padijes. Do thotë, njeriu e braktis namazin për disa arsye. Një nga arsyet është se e din që ka obligim, po çe e lën asgjë, edhe e lën pa arsye. Dhe pastaj ndoshta dikush vën të falet. Por dikush e lën namazin duke menduar se ka arsye, sikurse në këtë rast. Mendon se ka arsye, pse ka braktisur namazin, e ka lënë nga padia, duke menduar se nuk e ka borxh, e pastaj pyet çfarë të bëj. Do them se edhe në atë kohë kur ke qenë smur, edhe pse ndoshta me pastërtisë ke qenë në rregull, e ke pasur obligim namazin. Nga se edhe në këtë situata ka zgjidhje fetare se si duhet të sillet dikush që është i sprovuar me këtë sëmundje, andaj është dashur që të falesh. Por pasi që e ke braktisur namazin nga padia, tash duhet të llogaritësh atë kohë që ke braktisur namazet pa dije dhe ti kompenzosh. Kjo është më e mira. Ti kompenzosh dal nga dal ato që i ke lënë nga padia. Dhe gjithashtu sikur që e përmenda, do të thotë të shpeshtosh faljen e nafileve, nga se nafilet me lenë Allah xhallahu ala kompenzojnë farzat. Kemi edhe një thirrje. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Do shta me që ishte fjolla ma herët me vludin. Po? Ma bon halal po ta qef edhe njëherë me komentu, jo si hëgji i respektum, të gjemot ju në më largë sigurisht, në që po ta një praktik jetë mirë në fund kësa jove, që është me posë po në për bekon, të dita e funit e ngushlimeve, dhe na hasmatën me vlut. Atë kësishtë në të mështë problemi junë, po atë e kënë 4-5 gjëllarë. Një situatë e vështirë për mu, unë e kam qartë, alhamdulillah, po doshta, me që është aktole, doshta njëherë me komentu pasëm për dëzbekun që shmu me vlotë së vonë Allah. Në regullë. Abone Allah, selam aleikum. Në regullë, aty aleikum salam, artullah. Në këtu kemi një kërkesë të re për të folë për mevludin dhe pa dyshim se kjo çështje po bëhet vazhdimisht më aktuale për të folë, po inshallah shkojnë merrem. Do thotë kjo ishte puna sa i përket kompenzimit që u bë pyetja. Pyetja rreth ishte a është haram me punu në Afganistan. Nuk duhet me lidh punën me Afganistan, me Kosovë, me Irak e me kështu me radhë, por duhet sikur çfarë bën njëri me atë punë. Kujt i kontribon? Kush dëmtohet me atë punë? Këtë duhet shikuar. Nga se Afganistani s'ka diçka si Afganistan që është haram me punu njëri atje. Si shtet. Mirë po. Në qoftë se është në rrethana të jashtëzakonshme, problematike, apo ka një lloj situate të pasqaruar, ka dëmtim në situatë të caktuar të muslimanëve kështu më radh, e atëherë mund vije pyetja, a bën me punu atje apo nuk bën me punu atje kështu më radh. Andaj duhet të them që mos i lidhim na punë me vend caktuar.
Mos e lidhim punët me provizion të caktuar. Po shikojmë se a thua vallë çfarë realizohet me këtë, çfarë bëhet me këtë. Andaj mendoj se duke pas parasysh, nëse vazhdojmë, kemi një thirrje. Selam aleikum. Aleikum selam. Urna valla. A boni pyetje? Fal valla, fal, po të ndëgjojmë. Di sotit për dhjetë që çfarë bankete bëhen në Kosovë. A e lejon shërbak bash ditë Ramazanit me më përgjith, çka do me thonë banket me shku? Po ulem, e qartë është, a ki diçka tjetër? Faleminderit, selam aleikum, çfarë? Aleikum selam, faleminderit për ty. Andaj mbetëm tek pyetja do të thotë për me punu. Thash se puna njeriu duhet me punu, por me punu ato që është halal. Edhe nëse puna e tij mund t'i dëmtoj muslimanët, atëra kjo punë dietat e kanë ndaluar. Andaj duke pas parasysh situatën që po zhvillohet në Afganistan, pavarësisht do të thotë analizave dhe komenteve dhe qëndrimeve të përgjithshme, por dietarët sot të kësaj kohe do të thotë kanë ndaluar që muslimani të punojë në dëm të muslimanëve. Por duke pas parasysh se në Afganistan njeriu mund të punojë shumë punë, dhe punë të ndryshme, atëherë varësisht nga ndikimi i punës së tij në banorët atij veni dhe në musliman përgjithësi, e mirë dhe vendimi a bën me punë apo nuk bën. Ka se në Afganistan ka shumë punë që mund të bën. Dhe ka shumë anë që punojnë atje. Prandaj dua të them që duhet t'i qartësojmë pyetjet më tepër, për shembull, pastaj ta kemi më të qartë se çfarë të bëj. Por po them se nëse puna në vend caktuar i dëmton musliman dhe është në shërbim të ndokujt që u ka bërë dëm muslimanëve, atëherë musliman nuk duhet të punojnë në dobi të atij që i ka dëmtuar muslimanët dhe nuk duhet të punon në punë që mund të dëmtojnë musliman në përgjithësi, nga se muslimani është vllai muslimanit, nuk e tradhton, nuk e mashtron, por edhe nuk e dëmton. Kemi thirrje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Falë, hoqa, ba një pytje tashti në punë që jam në rajnë e punës, a më në mora abdesin mos me hek shalën, e mesin e kokës, a më në për mi shalë? Po, e qartë është pytje, e qartë, me e ra mes mi, kështë po. Pytja e radhët që mbetëm atje, do të të këthirit ishte, a është gjuna eshtet e kurbanit, do të të me e ushqimet të ndë një kafë tjetër. Nuk është gjuna. Nuk është kusht të varrosin eshtet e kurbanit, nuk është kusht. Mirë, po pse mos e përfitojnë një kafë, qeni me hongër për shembull, maca, nga se ato janë krijesat të Allahut xhallahu ala. Dhe ushqimi i tyre është sadak, është limosh, është punë e mirë. Prandaj nga gjithë ajo e kurbanit që ne nuk përfitojmë, që mundësojmë të përfitojnë ai që ka mundësi me përfitu, edhe pse nuk është njëri, është nga kafshë të tjera, nuk ka diçka të keqe. A bën mu fal pa qarapa? Jo, duhet mi pas qarapa të veshën, kjo është mendim më i saktë i dietarëve, nga se këmba e gruas është avret, andaj duhet të mbulohet gjatë namazit, kjo është mendim më i saktë. Banketet në ditët e Ramazanit, kjo është, do të thotë, kulmi i shënimit dhe një shqetësim shumë i madh që ne si musliman e përjetojmë kur shohim dikën se si në pikë të Ramazanit organizon bankete dhe e sfidon, wallahi kjo kjo është me provoku Zotin e gjithësisë, se ti Allah e ke bo haram me hongër e me pi, unë jo që ha dhe pi, po dhe alkohol përdori në Ramazan, e hajt tash t'i bane mu që ka mundesh me mbo. Wallahi kjo që shtu i bjen. Do të vazhdojmë, kime një thirrje. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam artullah. Urna. Ishta një pyetje me bo. Për babën e kam 67 vjeçar është, po nuk po mundet mu fal për shkak se është prej astmes. Po. Edhe është tepër, domethënë nuk ka fuqi absolut, po ky po vun pse nuk po mundet mu fal. Po. Deri tash o fal, domethënë prej moshës 3 o fal, po tash si çohet në kom domethënë i hub krejt fuqia. Nuk mundet, nëse dën me marr abdes, nuk mundet mirë mu gërmuc. Mirë, e qartë është pyetja. Pyetja është e qartë, Allah është shpërblet. Mirë, e morëm edhe këtë pyetje. Pyetja ishte për banketën në ditën e Ramazanit. Kjo është temë në veti që me të vërtetë duhet të flasim për këtë çështje. Dhe unë
ju premtoj me lejen e Allahut azza xal që një javë apo 2 javë para Ramazanit me lejen e Allahut të manduar do të flas për temën çka thot feja për banketin. Sikurse bëhet tek na, edhe kena me seru me lejen e Allahut xhallahu ala mbrana një kohë të mjaftueshme këtë problem. Nga se po kam frikë se me kohë të shkurt nuk mund të kuptoj ç'është duhet. Veç po i them aty në vallahi që në atë mënyrë bëjnë bankete me alkool, e me përzierje burra grash, e me lakuricie, me veshje që vallahi është turp, mu vesh një njeri ashtu jo një musliman e muslimane. Me bëa si veprimesh. Me nëse duhet mendoj se dhe jam i bindur se duhet që të mendojmë me njerëzve. A thua vallë. Qysh na këshyr Allahu xhallahu ala kur jemi në këtë situatë? A nuk është turp ajo? A nuk ka marrja para Allahut të madh me bëj këtë punë? Lëri punë të tjera. Allahu e ka bu haram. Ti po i thosh ti ma ke bu haram e unë çe pe bëj pra. Ku na pikazon kështu? Allahu xhallahu ala. Wallahi është merr me sfidu Zotin e gjithësisë me Allah. Ja do të muroj për dënimin e tij, me ik për dënimin e tij. Çka kem frikën. Çfarë më bëu do gjënave ka që njëri bjen tu Allah na rujt, mashtrohet e gabon e vetë tani vjen keqe. Hajt këtu do qysh shty njëri. Po me qëllim, me bankete publikisht, tu mburë, tu krenu që ka po bëjnë e kur s'po bën, vallahi kjo është marrë. Kjo është marrë për Allah xhallahu ala. Po nuk duhet me bë martesën si me kon dek. Mos më gëzu. Jo vallahi, ka më gëzu, alhamdulillah. Feja na mëson më gëzu e mu argëtu e të natë mirë. Por jo mu shfranu e mu prish këtë. Allahu na ruaj. Kemi një thirrje, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe shta më të bëni një pyetje për që ke fjora për Afganistan. Po. E kam bëvë në Afganistan në për në mekanik, në shkjere. A dëm së bo kur gjë atyve. Po. Në rregull. Aleikum selam. Kalash milla, aleikum selam, kalash milla. Pyetja e radhës ishte, do të thotë ku mbetëm pas banketeve atje, me ra mes mi shami. Në qoftë se gruaja është në situata ku nuk mund ta ikë shamin, atëherë lejohet që t'i bjen mes mbi shamin e saj, nuk ka diçka të keqe. Lejohet me ra mes mbi shami, në vend që të mbije mes kokës, lejohet, nuk ka diçka të keqe, nga se kështu i ka mësuar pejgamberi sa shumë disa pe grave që të veprojnë. Pyetja ishte, do të thotë baba i ka 67 vjet, është fal më herët dhe vuan nga astma, tash nuk mund të më fal. Astma është e vërtetë që është një smundje e rëndë dhe i shkakton probleme dhe shqetësime të mëdha atij që është i smur për kësaj. Nëse Allah e manduar që të smuarit tan nga astma, nga smundjet e tjera, Allahu më i shëru. Edhe këtij njeriu të tjerë Allahu xhallahu ala, Allahun e los që Allahu xhallahu ala t'u ndihmon. Mirë po. Njeriu që është i smur për astmës, a lirohet për namazin? Jo. Duhet më fal. Po s'po më merrent kom, ani, ulën falë. Olo, edhe Allahu akbar, ledho dhe falë. A mundesh më falë ulën, çështë që tunet. Kush ka ndroku lëvez pak, ju shtot në sejdë pak më tepër, edhe ngërtë përsi. Heq mos lëvet pe venit bile. Ulën falë. A mundesh? Mundesh. Valla nuk po më ulën me natën, heq më me natë ulën. Ani, shtriu. Shtrit edhe falu shtrit. Gjitha këto në mundshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Salli qa'iman." Falu në këmbë. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Në qoftë se smundesh, falu ulur. Në qoftë se smundesh ulur, atëra fal al-jamb, në krah. Shtrit, falu çështë ki mundsi, por mos e namazin. Kemi edhe një thirrje. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, urnallah. Deshta një koment vogël rreth çështjes kurbanit. Po. Më qenë se nga njëre, po kam shumë polemika me disa shokë që i ka vazhëllar. Po. Mirë për rrët kurbanit nuk ishe e knashme, përgjishë që tha që është në të kurbanit duhet nuk është obligueshme që të varosën. Po. Ku ka basë kuranore kjo asë në do një adith. Po. Dhe nga meret të islam, ku dhjetë rëndësia e kurbanit. Po. Po është rrës punës në Afganistan apo diku tjetër. Kam një vrejtje shumë të krerë të bashkësisë islame edhe për një çështje shumë tjetër. Shumë njerëz të cilët nuk ja dojnë të mirë bashkësisë islame ose komunitetit islam ose besimit islam, se do mos luftës këndej, mundohen që këta ignorant ta bëjnë fenë islame si një e re që ka startu prej kohës pejgamberit e shumë tjera. Dhe një farë forme bashkia islame dhe ju shumë hoxhallar e mbronin heshti këtë tezë.
Mua më intereson që domethënë të më jap komente. Feja islame nuk është tere, feja islame është feja e parë prej krijimit njeriu, dhe pse ngulfatni ose pse nuk i japni përgjigjen e saktë. Pa marrë parasysh që jemi kombë shqiptar, po e kemi të përqafuar fejen islame. Nuk duhet të thojmë dhe nuk të lejojmë ka njerëz që thonë feja islame është feja më e re. Ku ka bazë që është feja më e re? Unë kam dëgjuar që edhe një ftim, kam dëgjuar edhe zotin Sabri Vajgora në emisionet të ndryshme. Në parë forme heshtin edhe mbrojnë ato. Po ai pata këtu komente, sa i përket Kurban Bayramit nuk isha i kënaqur me përgjigjen tënde sepse nuk ka bazë kuranore, nëse kam kisha dashur që të na tregon. Edhe çështën e punës, pa marrë parasysh puna është farz. Se kemi me Afganistan apo kemi me popullin sirian apo aty janë diçka tjetër. Po, e qartë. Nuk e di ndoshta keni ndonjë koment. Allah shpërblet për vërejtjen. Allah shpërblet për emisionin dhe besoj që do të jenë dëgjues edhe shikues. Inshallah, Zoti shpëfalënderes, faleminderit shumë. Po ishte puna për nëse për ato i smut për asmës dhanë përgjigje për të se duhet mu falë qysh të që i ka mundësit. Ka një pyetjen e ka ardhur përmes telefonatës, po nuk ka preferuar që të lajmëroj, por ka lënë me shkrim, thotë nëse në koha e sabat kur duhet me e fal, a ka kaza. Falësh kur quhesh për xhumit. Kur do që del xhumi e fal. Duhet me insistuar me përpjek, me u mundu që me u fal njeriu në kohën e vet. Por ndodh nganjëherë me nxon xhumin njërin dhe me ik nganjëherë sabat, ndodh kjo, edhe pse i ka marrë gjitha shkaqet, kur ndodh atëherë e fal kur do që ti del xhumi, sikur që na ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur njeriu të ikë namazit për shkak të xhumit, ka thonë Muhamedi falet atëherë kur i del xhumi. Kemi edhe një telefonat e fundit për sonte, nga se edhe koha është duke skaduar dhe duhet të japim përgjigje në ato që na kanë ardhur. Selam aleikum. Si duket ka dështuar, edhe me këtë edhe shpallim të mbyllur mundësinë për të telefonuar. Kemi dëshirë që të vazhdojmë edhe më tutje, nga se me të vërtetë ishte një natë të telefonata dhe më vjen keq që u detyruam që ato që janë në Facebook mos të japim përgjigje, por nuk do t'i harrojmë, inshallah do t'i inkuadrojmë në radhën e tjetër inshallah. Ishte një inkuadrim i një shikuesi tan, do të thotë kishte vërejtjen e përgjigjen që e dhash lidhe me kurbanin ku ka argument. Ne themi se mos ekzistimi i argument është argument. A ka argument dokun që eshtrat e kurbanit i ka vorros pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk ka argument. Do të thotë, eshtrat e kurbanit mbeten eshtra. Dhe nuk lejohet t'u japim status të posaçëm pa argument. Në qoftë se ne u japim status të posaçëm, duke i konsideruar të shenjta dhe duhet të vorrosen në dhej, e ju t'u japim kafshët e tjera për t'i ngrënë për shembull, atë ne i kemi veçuar. Për këtë veçim duhet argument. Andaj, ai që kërkohet me sjell argument është ai që thot me i vorros, jo ai që thot mos me vorros. Prandaj unë nuk jam ai që duhet me sjell argument. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka veçuar. Andaj nëse thuhet se duhet me veçuar, themi duhet me sjell argument. Nëse nga ky kënd duhet ta trajtojmë këtë çështje, por çdo qoftë, fakti që nuk i pëlqen dokujt përgjigja, unë duhet të them atë që e mendoj dhe kam bindjen të, ndërsa mbetet për të tjerët e lirë që të zgjidhin mendimet e tjera, nuk prish punë. Këtu elhamdulillah nuk kemi ndonjë çështje madhore të fesë, diçka që shkakton mos pajtime të mëdha, janë mendime që e dhon pres nëse dikush na sjell argument se eshat e kurbanit varrosen, në emisionin e ardhshëm mund të rriqim nga mendimi im, pa pikë problemi. Por mos ekzistimi i argumentit për këtë çështje më bën që ta konsideroj këtë çështje të thjesht dhe normale. Fakti që kurbani është i shenjtë, po është i shenjtë veprimi i therrjes, po jo kafsha. Jo kafsha. Nuk është delja e shenjtë. Kur bëhet për kurban, atë veprimi i therrjes, po therrja është e shenjtë, por jo ajo që është e kurbanit. Nga se tek fundit, ajo që bën të shenjtë kurbani bën therrja, sakrifica në emër të Allahut, nga se kjo arrin tek Allahu. Nëse Allahu thotë tek Allah nuk arrin gjaku dhe mishi kurbanit, jetë për juve. Juve për një mat që
e dini që është më e dobishme. Për këtë arsye them që mos ekzistimi i argumentit është argument. Tjetra që tha për punën, jo, nuk mund të pajtojmë me atë se puna është farz. Puna edhe për këtë do të flasim. Çka thot feja për punën? A është farz apo nuk është farz? Edhe këtë e kam përgatitur që të flas, do të thotë se ka nevojë që të sqarohet kjo, ka të shumë njerëz për shembull braktisin namazin. Thonë puna është farz valla. Duhet me punu një herë tani namazi. A është çështu feja thot? E sqarojmë inshallah. Gjithashtu të njerëz punojnë me alkool, me edhe ai që punon me drogë, ai thot puna është farz. Por dëmton njerëz ai. Njerëz që për shembull punojnë që të jenë vrasës të paguar. S'ka tër punaj. Kush të vyn tyve që paguën ai ta vran. Edhe ky punon për kafshot gojës, ai se ka, ai me pas milion euro s'del me vrar kërkon. Ai themi kësaj pune se punë farz. Ne duhet të shikojmë se puna është farz ai, po puna e ndershme, puna e dobishme, jo puna që e dëmton dikën. Jo puna që për shembull ai që shkon me vjedh në për Evropë atje që shkon me vjedh atje u vjedh njerëzve. Parat e hunë për shtëpi ai, ai punë. Thotë don po punoj. Po lodhna, sa rrezikun për më vetë unë. Me po nuk thënë se që është farz kjo puna. Andaj themi që puna është farz në situata të caktuara. Kur është e sqarojmë. Por megjithatë shkurtimisht sa përsërim këtu, po them që puna e ndershme është ajo që muslimani duhet ta bëjë. Puna që nuk e dëmton tjetrin, puna që nuk e shkatron tjetrin, puna që nuk e prish tjetrin, puna që nuk e privon tjetrin nga drejtat e tij. Kjo punë është e lejuar. Por puna që është e keqe, puna që dëmton, puna që shkatron, padyshim se kjo është punë e keqe. Dhe kjo punë e dëmshme. Dhe kjo punë është do të thotë që askush nuk mund ta pranon. Nga se dëmton. Nuk mundesh ti në emër të nevojave tuaja personale ta dëmtosh dikon tjetër. Nuk mundesh kështu. Nuk mundesh ti në emër të lirisë të, sikur se thonë, lirisë të shprehurit, tash me ofendu këtë dunjan. Pse unë jam i lirë me thonë çfarë do? Jo valla. Jo, liria jote përfundon atje ku fillon e dikujt tjetër. Edhe nevoja jote përfundon diku ku fillon e dikujt tjetër. Prandaj nuk duhet që ne në emër të asoj se na kemi nevojë dhe tash të bëjmë atë që ne kemi dëshirë, pse puna që ka farz ne kemi nevojë, mendoj që nuk mund të pajtohemi në këtë pikë, nga se Allahu xhallahu ala ka shumë punë që i ka ndaluar. Sikur se do ta përmendim, ka tekst kuranor, ka hadith pejgamberit sa që ka ndaluar atë punë. Pra sikur se ka tekst kuranor që Allah e ka ndaluar punën me kamat, e ka ndaluar. Ase kamata është haram. Edhe kjo është punë, por është e ndaluar. Andaj dua të them që kjo është një temë më e gjerë, inshallah do të mundojmë ta zbërthejmë në një nga emisionet e radhës çka thot feja për punën, a është farz, kur është farz, a halal, a halal. Edhe këtu që kanë mbet, a bën me punu këtu e këtu, gjitha këtu, do të mundojmë që të shërojmë në mënyrë më të zgjeruar në një emision të posaçëm, që mos të mbetemi tash në presion të kohës bërë shikuesve tan lidhur me këtë temë. Ka pas pyetje të shumta, Allahu ju shpëbleft edhe për inkuadrimet dhe pyetjet juaja, por edhe unë kërkoj halal kështu para kamerave, u kërkoj halal atyre që na kanë shkruar në Facebook e nuk patëm mundësi të gjithëve të përgjigjemi, po inshallah ju premtoj se me lenin Allah nuk do të shkojnë huq pyetjet e juaja, do të përgjigjemi inshallah në rastin e parë që na jepet mundësia. Shikues të nderuar, ne këtu detyrohemi që të japim fund këtij emisioni për shkak se edhe kemi kaluar kohën e limituar për këtë emision, por besoj që kemi pasur një shoqërim të këndshëm përgjatë këtij emisioni dhe do të vazhdojmë kështu me lenin Allah të mënduar edhe në emisione të tjera të radhës. Andaj Zoti xhallahu ala ju shpërbleft, ju ruajt dhe lutë Allahu xhallahu ala që gjithmonë të jemi në takime të dobishme dhe në takime të harit. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.